Shikues nderuar, ju përshëndes, jam rikthyer sërish në TikTok-u të ndalemi ditën e sotme tek zhvillimet e fundit në lidhjen e mesme dhe jo vetëm, ndërkaq siç e dim presidenti Donald Trump u takua me ekipin e sigurisë kombëtare në një moment kritik për vendimin ndaj Iranit, ndërsa dhe tensionet globale po rriten dhe diplomacia tashmë po mbetet disi deri në pikpyetje. Kam të ftuar ditën e sotme Elianos Kase. Përshëndes, kënaqësi. Atëherë Elianos, ne kemi diskutuar edhe herë tjera sa i përket asaj çka po ndodh tashmë në lidhjen e mesme dhe tensionet globale tashmë po afrohen në një pikë kritike dhe afatet diplomatike po digjen pra sa nga njëra anë tjetrën. Si e ke parë fillimisht të gjitha zhvillimet e fundit që kanë ndodhur sa i përket edhe armpushimit pra zgjatjes së tij mes SBA-s dhe Iranit? Atëherë fillimisht armpushimi po i afrohet përfundimit të afatit kohor. Në 22 prill, Shtëpia e Bardhë ka deklaruar zyrtarisht që JD Vance nuk ka për të vizituar Islamabadin për një herë të dytë. Deri më tani nuk ka pasur një njoftim që ta kundërshtojë këtë deklaratë. Pra mund të themi që sërish deklarata për paqe ka pasur stagnacion. Në këtë rast sërish Sultanati Omanit dhe Zvicra, Republika Helvetike e Zvicrës kanë dalë garant sërishmi për të vijuar dialogun e diskutimin me presidenti Trump në një nga deklaratat e shumta të tij, pasi siç e dim ai bën shumë deklarata që janë të vështira për të ndjekur edhe mediave amerikane në përgjithësi. Ka deklaruar së fundmi se nëse ngushtica e Hormuzit ka për të hapur prej Iranit, ata kanë për të pasur përfitime deri në $500 milion në ditë, gjë që shkon te shumës aktuale që ngushtica ka pasur fillimisht dhe asaj që paguhet sot. Gjithsesi, është deklaruar gjithashtu se nëse deri në përfundim të afatit të armpushimit nuk ka për të pasur një ajo që quhet në anglisht breakthrough ose një arritje të konfirmimit të dialogu ose pikave të përbashkëta, qoftë edhe disa pikave që cilat mund ta shqetësojnë situatën, atëherë presidenti Trump ka deklaruar se nuk ka për të pasur më ajo që u quaj në llagap zotëria e mirë në diskutime dhe ka për të targetuar gjithë objektivat infrastrukturor, ekonomik dhe duke lënë të kuptohet që kanë për të pasur edhe civil brenda, cilat kanë për të krijuar stagnacion në ekonominë e Iranit dhe shtuar presion në popullsinë e tij. Gjithsesi, nga ana iraniane ka pasur një deklaratë të qartë që uraniumi iranian, mineralet e rralla iraniane dhe sovraniteti iranian nuk ka për të lënë në duart e asnjë fuqie të jashtme, sidomos Shtetet e Bashkuara dhe Izraelit. Një gjë që ka treguar ose ka bërë të qartë për gjithë vëzhguesit, observuesit, se situata ka arritur në atë pikë kulminante të ngërçit, ku të dyja palët nuk duket se do të lëshojnë palë, Irani nuk duket se ka për të shuar teren. Kjo është e qartë. Dhe ndosë është e paqartë nëse situata ka për të vijuar të eskalojë, pavarësisht faktit që siç e përmenda presidenti i eskalimit tashmë ka arritur vërtet pak a shumë kulminacionit. Kjo do të tregojë njëkohësisht nëse Amerika ka për të hyrë në një Vietnam të dytë ose në një Afganistan të dytë në Iran. Ne dimë që presidenti Trump do të dërgojë këmbë në teren ose që trupa në teren, gjë për të cilën iranianët sigurisht janë të përgatitur, dhe ata janë duke provokuar që kjo gjë të ndodhi, pasi ne dimë që shtetet si Irani, Afganistani, Vietnami, një të tjerë, të cilët janë në territorin e tyre, e njohin vendin e tyre. Ka një territor gjeografik të karakterizuar nga ajo që quhet fortesëzimi, ose të pasurit një teren shumë të ashpër, pak a shumë si Shqipëria, me male të rrethuar, dhe shumë të vështirë për të çarë, pa infrastrukturë për të çarë, vetëm vënda si dinë si të manovrojnë në të. Ka treguar që për Amerikën ka qenë katastrofale. Amerika hyri mbi 10 vjet me luftën e Vietnamit dhe rezultoi në katastrofë totalisht në fund. Ata dështuan. Në Afganistan, Amerika pothuajse pak a shumë 19-20 vjet ishte në Afganistan, me miliarda dollar të hedhura, mos triliarda, dhe ne dimë se si përfundoi.
ndërsa për të hyrë dhe në Iran, i cili ndryshe nga Vietnami i viteve 60-70, ndryshe nga Afganistani i fillim viteve 2000, është shtetë i konsoliduar, me një ushtri të konsoliduar, dhe ne kemi parë që arsenali iranian ka arritur që të shkaktojë dëme me miliarda dollar, jo vetëm Shtetet e Bashkuara dhe Izraelit, po edhe gjithë shteteve regionale, klasim se Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Kuwaiti, Katari, Omani. Pra, ajo që ka për të qenë përfundim, nëse gjendja ka për të shkuar deri në të farë pike, donse premisat, siç e përmenda, janë shumë të larta, nga deklaratat e fundit që kanë dalë në media, ka për të qenë ose një arpushim dhe Amerika ka për të pranuar disfatën, zyrtarisht, që ky operacion dështoj, ose ka për të thënë thjesht ne fituam, me thënë sigurisht ne kemi dëgjuar parë këtë disa bombardime, disa mira civil të vrarë, infrastruktura shkatruar dhe fituam. Çfarë u fitua, askush nuk e ka kuptuar, por që kjo ka për të vendosur, siç e thash, ose në këtë version, ose versionin tjetër, që Amerika ka për të hyrë në një luftë totale në shërbim e Vietnamit ose Afganistanit. Nga ana tjetër, Eliano, sa real është dhe rreziku i një përshkallëzimi të mëtejshëm? Si përmenda, përshkallëzimi duket i afërt, ose i paqartë akoma. Shumë aktorë ndërkombëtar si edhe Republika Popullore e Kinës, India, Federata Ruse, Sultanati i Omanit sigurisht, kryesisht vendet arabe, Republika Helvetike e Zvicrës, siç e thash, janë duke u munduar gjithkohës që të krijojnë dialog, që kontaktet të mbeten, që të paktën të ketë një lloj diskursi midis dyja palëve, me thënë çfarë kërkohet, çfarë ofrohet dhe çfarë pritet prej dialogut, pasi dialog pa benefite është disi i palogjikshëm. Një dialog ose takime siç e pam në Islamabad, thjesht për të thënë çfarë kërkoj unë, çfarë kërkon ti dhe nuk dakordojmë, është pak a shumë si humbjekue për të dyja palët. Ndonse kjo mund të interpretohet, humbjekos mund të interpretohet, humbjekos mund të jetë edhe për të përgatitur terrenin për diçka më shumë. Nuk duhet të krijohet ideja që humbjekos është thjesht për të treguar që ne e bëm tonë, le të themi në kuadrin diplomatik. Njëkohësisht, potenciali i eskalimit. Siç e thash, potenciali është i lartë, por fakti është që Amerika nuk është gati për të potencial. Ne dimë që shumica e publikut amerikan nuk e dakordson me luftën në Iran. Po thotë gjithë media amerikane është duke satirizuar këtë fushat të presidentit Trump, të palogjikshme edhe por të kushtueshme në anën ekonomike kësaj radhe, pasi ne dimë që vështirësia e Hormuzit e ka shkatruar rendin ekonomik global. Nuk është më penalizuar tani, po shkatruhet në themel, në bazë të faktit që çmimet e larta të naftës, të gazit, të produkteve të naftës, si benzina, të tjerë, gazolinës, kanë arritur dhe po rriten akoma më shumë, ku në disa vende kanë arritur deri në $150 dhe është dhe një parashikim që mund të vijë deri në $200. Pra gjendja është duke dalë, le të themi, prej kontrollit. Korea e Jugut ka hapur rezervat, të cilat janë për 3 muaj. Kina ka hapur rezervat. Filipinet, Indonezia, Tajlanda pritet që të kenë një minus në GDP nga 0.5 deri në 1.5% në zhvillim, për kësaj që po ndodh. Pa përmendur faktin që përveç Azisë, e cila është penalizuar jashtëzakonisht, dhe që ka treguar edhe shenja të rritjes së konfliktit civil midis shtetit dhe popullsisë civile, të cilët kërkojnë një përgjigje prej shteteve të tyre, çfarë po ndodh, të gjetë një rrugë alternative. Edhe në Evropë, në sidomos në Gjermani, Britani, në vendet e Beneluxit, kjo po ndihet fort. Ndonse Evropa për energjisë, le të themi, energjisë së gjelbër, energjisë rinovueshme të tjerë, është disi më e balancuar, dhe fakti që ata mund të blejnë nga Kanadaja, nga Rusia, nga Azerbajxhani, është edhe si e balancuar, gjithsesi është ndjer. 50 cent, 1 euro, një gjë tilloj, po pak a shumë këto ndërrojnë në buxhet, se ti duhet ta bësh këtë shpenzim ditë për ditë. Shumë njerëz e bëjnë, edhe në Shqipëri është ndjer, me sa kam dëgjuar. Po fillon, do vijoj të ndihet akoma më shumë, pasi duhet të tekstuar edhe fakti që nëse çmimet rriten, ato do të bien nëse ngushtica hapet. Ato mund të balancohen, por nuk ka për të qenë siç kanë qenë më parë. Të paktën në një periudhë afat shkurtër, sigurisht. Pra gjitha këto kanë krijuar që presidenti Trump
mundësinë e skalimit, siç e përmenda, duhet të jetë e mirë menduar dhe pa një opsion të dytë. Pra këtu nuk kemi një opsion si Afganistani. Pasi nëse do të ndodhi gjë që ka shumë gjasa të pakta që të ndodhi, por le të themi që nëse do të ndodhi që Kongresi ta aprovojë, le të themi, luftën në Iran, të japi buxhetin e të tjerë, jo ka përqen ose me fitore, ose në një dëm të jashtëzakonshëm kundër ekonomisë amerikane. Pavarësisht që kam dëgjuar dhe është përmendur që industria e luftës, industria amerikane e armatimeve ka për të pasur një shpërthim të tjerë. Kjo industri nuk është se do të impaktojë pak a shumë publikun civil, pasi pavarësisht se do prodhojnë armatime, bomba, granata, publiku në fund ditës duhet të përdor karburantin për transport, duhet të përdor gazin, benzinë e tjera për të ngrohur, duhet të përdori transportin publik në disa pjesë të Amerikës, të cilat prapë kanë vërtet impaktuar për çmimeve. Në le të theksojmë që shporta e ushqimeve është impaktuar jashtëzakonisht në Shtetet e Bashkuara prej rritjes produkteve të energjisë të tjerë. Pra, mundësia e skalimit në këtë rast ka shumë paraprita, nëse mund t'i quajmë kështu. Me paraprita që duhen menduar mirë dhe duhen kalkuluar mirë. Pasi siç e thash, një mundësi e dytë që ka për të impaktuar ekonominë amerikane nuk është. Pra, nëse do të thotë që do të shkojmë në Iran, do shkojmë vetëm për fitore. Diçka, siç është treguar deri më tani, fitoria duket shumë e largët në këtë aspekt. Pra, skalim është fjalë e madhe nëse mund ta quajmë në këtë pikë, pasi buxhet nuk ka akoma. Rrezik kombëtar për Amerikën nuk ka, ndonse u mundua për disa mediave pro administratës të thuaj që Irani të bombardoj Kaliforninë, domethënë gjëra që edhe kur dëgjon duken përqeshur. Sa vendim ta veshe Elianos rolin e Pakistanit në këto negociata? Pakistani kryesisht ka pasur një rol historikisht midis marrëdhënieve të SBA-s me vende delikate në lindjen e mesme Azinë Qendrore, si Afganistani, Irani e të tjerë. Ka pasur kryesisht rolin e një ure, duke qenë që Pakistani ishte nga vendet pro-amerikane të Azisë Qendrore, Azisë Juglindore. Pakistani, ne dim për konflikti që ka me Indi historik, dhe fakti që India është shumë e lidhur me Rusinë, me Republikën Popullore të Kinës, pavarësisht disa divergjencave që ata kanë me kinezët, është një faktor global sot. 1.5 miliard banor, GDP shumë e lartë, një ushtri me 10 milion, pra është edhe armë atomike. Ne dim që këto të gjitha krijojnë teren edhe predispozita që një vend si Pakistani, do se Pakistani ka një ushtri të mirë armatosur, ka armë bërthamore, nuk se ka një ekonomi kaq mbretërore sa India, por gjithsesi është një vend i zhvilluar ekonomikisht, e kërkoi një aleat, duke qenë që gjithë aleatët rajonal të Pakistanit, siç e thash Federata Ruse, Kina të tjerë, janë kryesisht marrëdhënie me Indin, ndonse me kinezët Pakistani është gjithashtu në rregull. Shtetet e Bashkuara kanë qenë historikisht një aleat kyç i Pakistanit. Kryesisht në kontekst të faktit që le të themi Pakistani ka gjithmonë ta balancojë influencën kineze, influencën amerikane. Ndërsa India ne dim që India shpesh së fundi ka konflikt të hapur me SBA-n në lidhje me blerjen e gazit dhe naftës ruse, në lidhje me participimin në BRICS, në lidhje me rolin e saj në rritje në Azinë Juglindore, marrëdhënien e saj me Myanmarin e të tjerë. Ndërsa Pakistani është disi më neutral në këtë aspekt, është më i balancuar politikën e jashtme, kërkon të mbajë kontakte në të gjitha palët, dhe amerikanët sigurisht që kanë parë këtë si një aleat fort, ose le të themi, jo vetëm një aleat, nëse mund ta quajmë, e kanë parë si një partner fort të besueshëm dhe të pa-anshëm. Pasi duhet theksuar që si sultanati i Omanit, si Republika Helvetike e Zvicrës janë faktorë në dim, neutral, nuk kanë mbajtur asnjëherë krah kush është i drejtë, kush është i gabuar. Duke qenë dhe marrëdhëniet e tyre me SBA-n, me Rusinë, Kinën, Indinë ose Iranin janë shumë të balancuara. Ky është rasti i Pakistanit. Ne dim që Pakistani po përpiqet ende të arrijë
të konsolidoj takimin midis së dyja palëve, të arrijë që të konsolidoj të paktën një pikë të përbashkët, që ata mund të bien dakord, që ata mund të dakordsojnë në lidhje me garancitë e sigurive të tyre kombëtare, flasim amerikane në lidhjen e mesme, izraelite, edhe iraniane. Tani, siç e përmenda, së fundmi Shtetet e Bashkuara kanë deklaruar që gjendja e vetë ka për të qenë në Islamabad. Dhe nuk ka që për të dy të flasë. Dhe nuk ka pasur edhe një deklarat nëse Omani ose Zvicra kanë për të përdorur si një vend takimi i dytë ose territor neutral për takim të dytë. Gjë që tregon që pavarësisht le të themi efortës, përpjekjeve dhe gjithë angazhimit diplomatik të Pakistanit, duket se takimi nuk ka qenë aq produktiv sa të paktën palë amerikane kanë pritur, ose amerikanët e kanë anulluar, iranianët janë ende të gatshëm për të krijuar dialog. Gjë që mbetet për të parë nëse Pakistani do të përpiqet sërish që të krijojë dialogun të dyja palëve, ose do të ngelet në dorën e një faktori të tretë, siç thash Omani, Zvicra, ose ndoshta edhe një vende si Kina dhe Rusia kanë dalë garant që mund të krijojnë të themi kontakt ose terren të përshtatshëm për të takim. Mbetet për të parë, duhet theksuar, në vizitën e presidentit Trump në Republikën Popullore të Kinës. Kjo vizitë akoma është duke u shtyrë për shkak të konfliktit në Iran. Por mendohet, supozohet, nësa kam lexuar edhe në mediat ruse, që kjo vizitë në Kinë ndoshta mund të shërbej edhe si le të themi platformë për diskutim me dy shtete shumë delikate, si së me shërbar, Irani, me të cilën, siç po e përmendim, Shërbaja është në konflikt armëndosur, dhe Korenë e Veriut. Pra, ndoshta Kina do të jetë vendi, ndoshta disi e papritur në shumë aspekte, që ka për të bërë ato thyerjen e ngrijes së bisedimeve, dhe ka për të arritur që të uli së bashku iranianët dhe amerikanët në një marrëveshje, dhe njëkohësisht amerikanët dhe Korenë e Veriut në një marrëveshje. Dhe si mbetet për të parë, pasi siç e thash, deklarata nuk ka pasur nga Shtëpia e Bardhë dhe arbushimi po ia afrohet fundit, kështu që është akoma e paqartë çka ka për të ndodhur. Është qartë. Elenos, nga ana tjetër, pas dështimit për të marrë sigurisht një përgjigje konkrete sa i përket këtyre negociatave, SBA nga ana tjetër përballet edhe me dilema të tjera edhe më të mëdha, pra rrezikoni gjithë kjo situatë tashmë të dëmtojë besueshmërinë e saj si një fuqi globale? Besueshmëria e SBA-s si fuqi globale është e dëmtuar. Nuk ka pse të thuhet a ka për të dëmtuar, ajo është e dëmtuar. Suporti i vazhdueshëm për luftën genocidiale të Izraelit në Palestinë, fakti që pavarësisht se Kombët e Bashkuara e kanë quajtur veprimet ushtarake të Izraelit si genocid në Palestinë, SBA i ka mohuar, dhe administrata e SBA-s vijon zyrtarisht që të suportoj ekonomikisht, me armatime dhe politikisht, diplomatikisht qeverinë e Benjamin Netanyahut. Lufta e cila ka ngecur e SBA-s në Iran, dhe që nga një operacion 3 ditor ose 2 javor maksimumi, 3 javor, shkojnë në një operacion që ka vetëm mbi 1 muaj, dhe siç e dim ka penalizuar gjithë ekonominë botërore, po trondit themelit e ekonomisë botërore dhe po e çon GDP-n globale nga minus 0.5 deri në minus 0.1-0.2%. Rritja ka përqyrë me minus në gjithë ekonominë globale për kësaj. Pa përmendur faktin e kërcimeve të Groenlandës, ne dim se presidenti Trump, administrata e presidentit Trump ka disa herë provuar dhe bërë presion në lidhje me aneksimin e Groenlandës, përdorimin e forcës për të aneksuar Groenlandën, kërcënimeve kundrejt liderëve evropian dhe partnerëve historik të SBA-s, ofendimin publik ose poshtrimin e tyre me anë të një gjuhë jo politike ose le të themi jo diplomatike për kryetarin e një prej superfuqive botërore. Dhe njëkohësisht, gjithë ato veprime kanë çuar edhe atë që ne e dim sot, shumë vende e polakojnë SBA-s, shumë vende nuk kanë besim te politika e jashtme ose imazhi politik i SBA-s
që ne jemi mësuar historikisht ta shikojmë, dhe njëkohësisht dhe ushtarakisht i SBA-s, pasi nëse një vend superfuqi që ka një nga dy ushtrisë së bashkuara me Rusinë më të mëdha në botë, ka ngecur në një vend i cili nuk ka as armë bërthamore, nuk ka suport, po është një vend kryesisht i bazuar në resurset e forcës së tij. Pra, çfarë mund të pritet në kontekstin e mbrojtjes në këtë aspekt? Dhe duhet theksuar që shumë vende, popullat e Kinës, Afganistani, India, Rusia janë duke mësuar për kësaj. Pekini është duke e parë në mënyrë shumë të vëmendshme diçka që po ndodh si në Ukrainë, ku është arsenali i NATO-s duke luftuar, dhe ne dimë që gjitha provat e arsenalit të NATO-s që kapen prej palës ruse shkojnë në Kinë dhe Kore të Veriut, ata janë duke mësuar jashtëzakonisht për kësaj, dhe në Iran, kur sërish të gjitha format filmike, materiale, mënyrë të organizimit të luftimeve, të gjitha janë duke kaluar si rrugë informative në Pekin, Moskë ose Phenjan. Pra, çfarë Amerika është duke bërë sot, është duke i mësuar këto vende se çfarë do të ndodhi, dhe ato janë do të jenë të përgatitura nesër, nëse një gjë tjetër ka përdorur kundrejt tyre. Pra këtu garancitë e sigurisë së SBA-s janë që SBA-ja po zbulon gjithë vetveten, gjithë strategjitë e saj dhe është duke ekspozuar veten kundrejt le të themi fuqive në rritje, të cilat pas nesër potencialisht mund që ta kërcënojnë SBA-n dhe ta sfidojnë SBA-n. Në kontekst evropian, ne dimë që sot shumë lider evropian janë duke vizituar Republikën Popullore të Kinës, janë duke u shkëputur totalisht prej marrëdhënieve le të themi të ngushta ose quheshin në fort perspektivë në të ardhmen, të vazhdueshme në perspektivën në të ardhmen me Amerikën, janë duke lidhur shumë marrëveshje ekonomike midis Bashkimit Evropian, Indisë, Australisë, Kanadas, Republikës Popullore të Kinës. Janë duke u lidhur marrëveshje të veçanta midis vendeve. Ne dimë që deri më tani Irlanda, Finlanda, Franca, Spanja, Italia, Gjermania, pra vendet kyçe të Bashkimit Evropian dhe të Evropës, gjithashtu edhe kryeministri Starmer i Britanisë së Madhe kanë vizituar Republikën Popullore të Kinës dhe kanë lidhur shumë marrëveshje dhe memorandume me bashkëpunime me Republikën Popullore të Kinës. Pra ne nuk kemi këtu vetëm një shkëputje nga sistemi i sigurisë ushtarake të SBA-s. Ne kemi këtu dhe një shkëputje nga sistemi i sigurisë ekonomike të SBA-s. Njëkohësisht në Evropë së Fundit ka ndalë dhe fjalë që Evropa mund të krijojë në temi versionin e saj të Visa Mastercard. Pra Evropa do kërkohet të shkëputet dhe bankarisht, sistemi bankar amerikan. Nuk është si në Rusi, Visa Mastercard ka bllokuar, por po mundohet të krijojë një model evropian, që do të punojë vetëm brenda Bashkimit Evropian ose brenda Evropës, kryesisht kontinentit evropian në përgjithësi, një sistem bankar i tillë. Dhe sot bankat kryesore polake, për shembull, franceze, irlandeze janë duke punuar, janë duke dakordsuar në këtë prizëm për të krijuar një version evropian të Visa Mastercard. Pra, to tregojnë që Amerika nuk po shikohet më si bastion i sigurt, si një aleat i sigurt në çdo aspekt, jo vetëm ushtarak, por edhe ekonomik, financiar, politik dhe themi social, në kuadër të mediave sociale, për të ardhmen e Evropës, po dhe të partnerët të tjerë si Kina, India, Pakistani, Rusia. Nga ana tjetër, Elianos ka pasur dhe kërcënime nga ana e Iranit pra se i përket goditjes së industrisë të naftës, së cilat sigurisht kanë ngritur edhe shqetësime globale. Pra, si sheh këto paralajmërime, sa reale i sheh dhe nga ana tjetër, duke qenë se rajoni i Gjirit po përballet me një zgjedhje të vështirë me sigurisë, por edhe sigurisht edhe interesave ekonomike, a do të rrezikojnë vetë vendet arabe industrinë e tyre të naftës duke u rreshtuar krah Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Fillimisht duhet theksuar fakti se industria e naftës është impaktuar drejt për drejt për këtyre bombardimeve. Fakti se SBA-ja është duke vijuar kërcënimin në anën e bombardimeve, po njëkohësisht edhe në anën e përplasjes ushtarake me këmbë në teren, ka vendosur të gjitha industritë e naftës të vendeve arabe në një gjendje alerti, pasi nuk di se ka përfshirë reagimin e saj, siç e përmenda. Irani sigurisht ka kërcënuar, pasi Amerika vetë është duke bombarduar infrastrukturën energjetike dhe energji prodhuese të Iranit,
flasim industrinë e naftës e të tjerë dhe Izraeli sidomos është duke për këtë gjë. Gjë që ka çuar edhe në faktin që Irani sigurisht do kërkoj retalim, pra do kërkoj dhe ai të kundërpërgjigjet. Ai është kundërpërgjigjur. Ne dimë që në Kuvajt dhe Arabia Saudite, në Katar, në portin e naftës, në Oman dhe të tjerë, gjithë janë bombarduar. Ka pasur bombardime të shumta, ka pasur dëme të konsiderueshme dhe deri në nxjerrje jashtë funksionit të shumë industrive të naftës. Dhe sot Arabia Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe kanë planifikuar, mundohen që të organizojnë një tjetër rrugë për transportin e naftës. Nëse i desi një tubi që do ta nxjerrë naftën në detin e Kuq ose deri në anën tjetër të themi të Gatdishut. Ndonse kjo ka shumë rreziqe për shkak të piraterisë që ne dimë që është detin e Kuq, piratëve të Somalisë, Eritrisë e të tjerë. Gjitha këto sigurisht kanë dhe impaktin e tyre në çmimin dhe në vlerën e naftës, pasi ne dimë që nëse ka për të ndodhur kjo rrugë tranziti, nëse Irani do t'i kthejë këto kërcënime në realitet, pasi ata kanë mundësi, ata kanë provuar që ka mundësi t'i kthejnë në realitet. Atë do të jetë sigurisht një super plus jo vetëm për prodhimin e naftës, por edhe për shitjen e saj dhe edhe për tregun konsumator të naftës. Gjë që siç e përmenda, nëse sot është duke shkuar diku te $150, nëse kjo do të vijojë dhe do të eskalojë, siç e përmendëm, kjo mund ta çojë fuqinë $200 ose edhe më sipër. Gjë që sigurisht për ekonominë globale ka për të qenë katastrofale, pasi ne dimë sa më shumë të rritet nafta, aq më pak ka për të qenë premisa që nafta të ulet në një periudhë afat shkurtër, gjë që do të krijojë një impakt afatgjat në gjithë ekonominë botërore, siç është duke treguar së fundi në Azi, që shumë vende, sidomos pasi ka ndjekur së fundi edhe ato në Kore të Jugut dhe Japoni, janë impaktuar aq fort sa dhe konsumi i atyre klasës që ne quajmë klasa ende e pa hyrë në tregun e punës, janë studentë, stazhierët të tjerë, është impaktuar jashtëzakonisht. Dhe ka rritur shumë standardin dhe nivelin e jetesës në kontekstin e shpenzimeve të larta që janë shtuar prej naftës. Deri edhe në bllokim. Shumë pika karburanti për shembull në Azi sot kanë tarifa ditore sa naftë do të shesin. Ato vjen në pankarta ose banderola që sot do të shiten vetëm 2 ose 3, flasim në shifra jo reale, 2 deri në 3 litra naftë, kaq, nuk ka pasur më gjithë ditën. Pra po hyn deri në atë që ne quajmë pak a shumë si me kupona, regjimi kuponave që ka qenë njëri në kohën e komunizmit. E qartë. Mirë, Elienas, ndërkaq për ta mbyllur do doja të na shpjegoje se çfarë ka ndodhur ku thuhet se dronët rus kanë shkelur kufit e Estonisë dhe Letonisë. Çfarë ka ndodhur realisht? Atëherë, pika kryesore, le të themi, e konfliktit ose zhvillimeve të përplasjeve të paqarta ende ushtarake, sot midis Rusisë, NATO-s dhe Bashkimit Evropian është Balltiku, kryesisht vendet balltike. Le të themi, incidenti që ka ndodhur është ende i paqartë, pasi nuk ka pasur një deklaratë të qartë ende, ndosë disa media ruse, jo të gjitha, disa prej tyre, ato që mbajnë si më independente akoma, kanë theksuar që ka pasur një trajektim të dronëve afër këtyre kufive për manovra ushtarake, por nuk ka pasur një kalim të territorit të këtyre vendeve. E qartë. Dhe kjo mund të provohet shumë lehtë prej gjurmëve në radar të këtyre dronëve dhe mënyrës se si ato manovrohen, pra plani të manovrimit të dronëve dhe se ato mbajnë të gjitha, kërësisht Rusia i mban gjithë objekta ajrore që ata fluturojnë, i mban në database të dhëna dhe arrit i gjurmoj, pra gjurmimi i tyre ku kanë kaluar e të tjerë, ato gjitha le të themi hidhen në drafte, dhe ata mund ta provojnë që nuk ka qenë. Ka qenë afër kufit, po varësisht për këtë afër kufit. Afër kufit është edhe zona neutrale midis dy kufive. Po nuk është pjesa e kufit të asnjë vendi. Dhe ajo që quhet në anglisht no man's land, ose toka që si përket askujt. Njëkohësisht, nga ana e shtetit rus, për shërbimeve të shtypit zyrtar, ka qenë fakti që ky është thjesht një provokim, nuk ka pasur dron, kjo janë thjesht fake news, të cilët po mundohen që të krijojnë eskalim, të kemi përballë të tjerë. Ka pasur edhe deklarata që fakti është
këto mund të jenë dronë Ukrainas, që këto është provokim, ata kanë dashur të hyjnë në Rusi dhe kur nuk kanë arritur dot të hyjnë në Rusi, janë përdorur si mjet për të bërë presion, për të treguar që rusët kanë po bëjnë provokime të tjera. Pra është edhe pa qartë. Nga vetë Bielorusia për shembull, një aleat i Rusisë që kufizohet me dy vende balltike, Lituaninë dhe Letoninë, ata njëkohësisht nuk kanë mbajtur qendrim, kanë thënë që ne nuk kemi diktuar asgjë në radarët tanë afër kufive. Gjë që ka bërë sotën edhe më komplekse, pasi tu kemi dy përballje. Përballja e parë është midis medias, atyre pak mediave independente ruse, brenda Rusisë flas, të cilët kanë thënë që ka pasur, por nuk ka qenë e këtij lloji, dhe vetë shtetit rus, i cila në mënyrë kontradiktore ka thënë që nuk ka pasur fare dron. Ky është fake news, një provokime të tjerë. Pra këtu kemi dy përballje brenda Rusisë në këtë aspekt, dhe fakti që faktorët e jashtëm si Bielorusia kanë thënë që nuk kanë diktuar asgjë, pra ata nuk mund të flasin dose çfarë ka ndodhur, dhe nga vendet balltike, që të cilët kanë thënë që ka pasur diçka. Pra, nëse ka pasur diçka apo jo, kjo nuk është e qartë akoma. Nëse dronët kanë qenë rusës o Ukrainas, pra provokime të thënë diçka për të kërkuar një precedent për të krijuar konflikt kufitar,